Le të zhytemi me një herë në temë. Kur dëgjojmë fjalën kabaloe, shpesh gjëja e parë që na vjen në mendje është ndonjë lloj magjie e errët apo misticizëm i pakuptueshëm, apo jo? Por në këtë analizë do ta shohim këtë temë në një dritë krejt tjetër. Këtu nuk bëhet fjalë për magji me shkopinj magjik, por për një evolucion thellësisht magjepsës të mendimit njerëzor. Është një udhëtim i jashtëzakonshëm i një dije të fshehtë që shtrihet që nga tempujt e lashta e deri te ezoterizmi i ditëve të sotme. Tani, duhet ta pranojmë që sot ka një bagazh të marrë të kulturës pop rreth këtij koncepti. Yjet e muzikës, filma të ndryshëm e kanë kthyer DC në një trend. Por, përtej këtij imazhi modern dhe paksa komercial, nga vjen në të vërtetë kjo traditë misterioze? Për ata që e shohin me pak skepticizëm, le të pyesim veten, cilat janë rrënjët e saj të vërteta, ato që janë të bazuara thellë në histori. E po, përgjigja është vërtet befasuese, ndonse u rrit dhe mori formë brenda traditës hebraike, element të kësaj njohurie të fshehtë, e cila, me qëra fjala fillimisht ruhej me xhelozi vetëm për të iniciuarit, gjurmohen në një përzierje të jashtëzakonshme qytetërimesh dhe filozofisht të lashta. Po flasim për Egjiptin e lashtë, Babilonin, Persin e deri tek filozofia e Pitagorës dhe gnosticizmi. Të gjitha këto sisteme të hershme hodhen farat e një kërkimi të përbashkët. Si ta kuptojmë universin përmes simboleve? Pra, kjo është harta jonë historike për sot. Do të shohim rrënjët e lashta të kaballës, shfaqja e teksteve të para, epoka e artë në mesjet, lurja dhe mistika e Safedit, kalimi i kaballës në ezoterizmin perëndimor dhe në fund evolucioni i saj në botën moderne. Le të vazhdojmë. Fillojmë me pjesën e parë, rrënjët e lashta të kaballës ose zanafilla e traditës në lashtësi, pikërisht gjatë periudhës së tempullit të dytë në Jerusalim. Për të kuptuar thelbin, duhet kapemi fort pas këtij përkufizimi. Fjala vet vjen nga hebraishtja, kabala, dhe në thelb nuk do të thotë një libër apo një rregull fetar, por fjalë për fjalë, traditë e marrë ose e transmetuar. Pra, gjithçka sillet rreth idesë së një sekreti të ruajtur në mënyrë hermetike, i cili u kalohej ekskluzivisht njerëzve të zgjedhur brez pas brezi, që nga kohërat e vjetra biblike. Për shembull, një nga konceptet më të hershme nga këto shkolla ishte Merkaba. Mistikët e hershëm hebrejnë përdornin praktika shumë të rrepta meditimi për të parë atë që profeti Ezekiel përshkroi si fronin qellor. Logjika ishte se përmes një disipline të fortë shpirtërore mund të lartësojë e gjithë vetdia njerëzore. Ishin pikërisht këto përvoja të thella medituese që shërbyen si një inkubator për atë që sot njohim si kabale. Seksioni i radhës, shfaqja e teksteve të para, dhe si kaluam nga një traditë rreptësisht gojore në shkrime konkrete. Me kalimin e shekujve, ndodhi diçka jashtëzakonshme. Këto sekrete filluan të hidheshin në letër. Ajo që bie në sy këtu është kontrasti i thellë mes teksteve. Në njërin anë kemi Sefer Yetzira, ose libri i formimit, i cili është i fiksuar pas numrave dhe shkronjave, duke i trajtuar ato si tuat që ndërtuan universin. Ndërsa më vonë, kur shfaqet Zohar në mesjet, fokusi zhvendoset plotësisht. Bëhet fjalë për interpretime shumë të ndërlikuara të shkrimeve të shenjta dhe vizatimin e vetë strukturës së realitetit. Është një ndryshim monumental. Dhe kjo na sjell natyrshëm tek epoka e artë në mesjet, ku sistemi u rafinua në Spanjë dhe Francë. Për ta kuptuar më mirë, le t'i hedhim një sy kësaj linje kohore. Ky misticizëm nuk ndodhi në një vakum. Ai u shtye nga ngjarje të forta historike. Gjeografia ndryshoi gjithçka. Nga Jerusalemi i lashtë, tradita u udhtoi drejt Spanjës dhe Francës, duke përjetuar epokën e artat gjatë shekujve 12 dhe 13. Më pas, ndodh katastrofa e vitit 1492, dëbimi masiv i hebrejnë nga Spanja. Ky eksod detyroi studiusit të zhvendoseshin drejt Safedit, gjë që rishkroi tërësisht mënyrën se si ata mendonin. Por le të ndalemi pak tek ajo epoka e artë. Ata dietarë në Spanjë dhe Francë nuk po shkruanin thjesht poezi. Ata po ndërtonin një sistem. Atëherë lindi diagrami i famshëm i pemës së jetës me to sferat e quajtura Sefiroth që përfaqësojnë emanacionet e hyjnores. Mendojini kështu. Kjo nuk ishte një filozofi e thatë në letër, ishte një hartë praktike, një mjet i mirëfillt për të kuptuar energjitë e universit dhe për gjetur rrugën drejt ndriçimit të plot shpirtëror. Vërtet mbreslënse. Më pas, siç e pam, kemi Lurianin dhe mistikën e Safedit që formësuan filozofinë e re kozmike pas dëbimeve të vitit 1492. Pikërisht në qytetin e Safedit hyn në skenë Isak Luria, një figurë absolute gjeniale që i dha sistemit një strukturë logjike në 4 hapa, por detaj me goditës, hapi 2, thyerja e enëve. Luria argumentoi diçka radikale, vetë universi është shpirtërisht i thyer, e keqja ekziston pikërisht për shkak të kësaj thyerjeje dhe zgjidhja
Njerëzimi nuk është thjesht vëzhgues, ne kemi një rol thelbësor dhe aktiv për të mbledhur ato drita të thyera dhe për të rivendosur harmoninë në univers. Kalojmë tek një kapitull tjetër shumë interesant, kabala në ezoterizmin perëndimar, dhe se si kjo dije rrodhi jashtë komuniteteve origjinale. Pra, rreth shekullit 15, këto sekrete tepër të mbrojtura filluan të rrjedhin dhe ranë në duart e mendimtarëve evropian. Dhe shikoni këtë grafik. Kjo është praktikisht receta asaj që e quajmë kaballa hermetike. Evropianët e morën kaballën origjinale dhe e përzien atë në mënyrë perfekte me hermetizmin, me alqimin, me astrologjinë dhe magjinë ceremoniale. Rezultati, një sistem krejt i ri, hibrid, i cili përhapi këtë simbolik kudo në perëndim. Kjo traditë e re e përzir u përqafua si me magji. Emra të mëdhenj të okultizmit si Agrippa dhe Elifas Levi u magjepsën pas saj. Shoqëri të njohura sekrete si Rozikrucianët, masonët e deri te urdhri hermetik i agimit të artë e morën pemën e jetës dhe e bën të tyren. Ajo reshti së qeni vetëm një interpretim i shkrimeve të lashta dhe u kthye në një hartë gjeniale që çdo njeri mund ta përdorte për të kuptuar vedijen njerëzore dhe evolucionin personal. Dhe kështu mbarim tek seksioni i fundit, evolucioni në botën moderne. Nga shkrimet e rënda në pergament e psikologjia e shekullit 20 dhe 21. Është pak e çuditshme kur e mendon, por interpretimet që gjejmë sot janë shpesh galaktika larg atyre dhomave të studimit në Jerusalem apo Safet. Kërkuesit modern, mendimtarët e lirë apo edhe artistët e kanë marrë këtë sistem thellësisht kompleks dhe kanë transformuar në diçka shumë praktike. Sot, pema e jetës përdoret si psikologji shpirtërore, si një mjet i jashtëzakonshëm për vetëdijsim dhe rritje personale. Nuk është më thjesht histori feje, është kthyer në një mjet për ta kuptuar veten më mirë. Dhe kështu, mbrim në fund. Në thelb, jemi përballë një fakti kokfort. Nga sekretet e tempujve të ruajtura rreptësisht në lashtësi, kjo dije ka mbijetuar dhe ka evoluar në një hartë universale të ekzistencës. Por kjo na le me një pyetje tepër interesante për të menduar. Fakti që një filozofi e tillë abstrakte ka mbijetuar dhe është përshtatur kaq bukur përgjatë mijëvjeçareve, çfarë tregon kjo për nevojën tonë themelore si njerëz për të gjetur me patjetër një lidhje kuptimplote midis kësaj bote materiale dhe atij dimensioni tjetër të padukshëm? Është padyshim një ide e fuqishme që ja vlen të mendohej gjatë.